Përshëndetje miq të televizionit Syri dhe gjithë ju adhurues të emisionit tashmë të njohur për të gjithë ju me Elditën. Jemi së bashku këtu për të trajtuar një temë shumë interesante. Secili prej nesh e njeh hyjnin dhe madhështinë të madhes së Nën Tereza. Puna cila është bërë nga shoqata me emrin e saj tashmë ka tejkaluar kufijtë e botës. E kjo më së miri është vullosur në një libër i cili tashmë është në duart të gjithë lexuesve. Një libër i cili quhet Mes luftës e paqes, me autor Angel Berisha. Një libër e cili sjell një kronologji të punës shumë dimensionale të bërë në 3 dekada punë të shoqatës bamirëse humanitare Nën Tereza në Zvicër. Dhe për të trajtuar këtë temë, për të parë se çfarë në esencë përfshin ky libër, cilat janë ngjarjet që kanë gjetur vend në faqet e këtij libri dhe cilat janë aktivitetet të dëshmuara se cila prej tyre me dokumentacione në mënyrë që secili që ka dhënë sadopak ta gjej veten aty. Ne të ftuar në studion ton kemi 2 protagonistët kryesor të këtij libri, jo pse të gjithë janë kontribut dhënës të librit, por gjithsesi do të përpiqemi që përmes autorit dhe kryetarit të shoqatës të diskutojmë këtë që është në libër. Mirëdita dhe mirë se erdhët. Përshëndetje. Me ne në studio është zotriu Nue Zalli, i cili është kryetari i shoqatës Nën Tereza në Zvicër. Mirë se erdhët, zotri Zalli. Mirë se u gjetëm. Gjithashtu edhe autori i librit Angel Berisha. Një libër i cili flet shumë. Tregon një histori interesante e cila duhet të flitet përtej globit tonë, sepse është bërë një punë kogja e madhe gjatë gjithë kësaj kohe. Angel, mbi supe keni marrë një detyrë shumë të vështirë, sepse të plasosh drejt qartë dhe në mënyrë të drejtë punën e shoqatës Nën Tereza në Zvicër është dashur kogja punë dhe përkushtim. Tashmë gjithçka është gati, libri është në duart të lexuesve. Na fol pak si detyre dhe si prioritet që ja vore vetës. E mira, e thënies tuaj se libri flet shumë, është esenca dhe shkrimit të libri, nga se librat shkruhen për të folur gjatë, për të argumentuar, dhe esenca e dytë e këtij librit është për ta krijuar një kujtesë kombëtare të veprimtarisë edhe të mërgatës edhe të humanistëve tanë shqiptarë, të cilët e kishin themeluar në vitin 1990 natyrisht si subjekt për ta ndërtuar një mendësi krejt të re të shqiptarët, siç u formu nga pluralizmi politik dhe subjektet politike dhe subjektet humanitare, dhe u bë ajo shtylla e ndërtimit e nisur në vitin 1990, nga se siç e dim atë kohë dhe duhet t'ua kujtojmë gjeneratave të reja, ishte nevojë aq emergjente për të krijuar një mënyrë të dalë në ndihmë këtij populli, në ndihmë humanitare, në ushqime, në veshmbathje dhe në shëndetësi. Dhe unë nuk do ta rikujtoj tërë atë kohë, nga se janë shkruar dhe libra të tjerë dhe janë folur, por ky libër nis atje nga themelimi i shoqatës në Kosovë dhe shtrihet në diasporë kudo në shtete ku kishte shqiptar, dhe me që ne u ndalem në Zvicër dhe meritojnë të shkruhet edhe shtete të tjera të cilët kanë vepruar në këtë frymë humanitare, por Zvicra më ngacmoi më të madhe, nga se sikur shihet nga dokumentacioni dhe sikur shihet edhe nga vetë veprimtaria e shoqatës në Kosovë, atëherë afro 50% të ndihmave që kanë ardhur në Kosovë nga viti 90 janë të shoqatës Nën Tereza në Zvicër, ku dikur kanë vepruar së bashku në një degë e shoqatës në Kosovë, por më vonë ka krijuar me vetësinë dhe janë formuar që veprojnë nga atje, duke regjistruar këtë asociacion me rëndësi edhe në organet e Zvicrës, dhe kanë vepruar dhe është dashur të regjistrohen, nga se gjitha të ndihma është dashur të kenë një vulë bartse të kalojnë kufijt. Dhe ajo që pash unë në arhivin e shoqatës që këta ruajnë, ka një volum aq të madh, me një dimension aq të gjerë të veprimtarisë, dhe shihet një vullnet, një dhe dashuri, një përkushtim aq i madh i mërgjentarëve tanë, ku jo që kanë vepruar vetëm aktivistë të dalluar në grupe, por më vonë në kohën e krizës aq të madhe, viti 97, 98, 99,
atëherë shihet se cili mërgjimtari yni ju ka qasë në mbledhjen e ndihmave, bilet siç thonë ata, s'dishim si të seleksionojmë, ku t'i deponojmë, dhe drejt për drejt i kanë futur në për ato barcet në për kamion, dhe i kanë kaluar kufit spari këtu në Kosovë, pastaj u kanë nështruar një rreziku të dytë të arrestimit të tyre, dhe nëse u arrestu i pari, i dytë i ka ardhur me bagazhin e dytë, me ngarkesën e dytë të ndihmave që depërtoi atëherë në zona të rrethuara, në zona ku janë kontrolluara dhe nga luftëtarët tanë, e rëndësishme ka qenë që të mrrijë kudo ka banor. Dhe më vonë u ndalën tërësi këto ndihma, nga se regjimi i Serbisë e kishte pengesë shumë të madhe ardhin e ndihmave se dëshironte të detyronte popullatën të gjunjëzohen, të kërkojnë ndihmë nga Serbia, po dëshironte të detyrojë të gjunjëzohen dhe të kërkojnë ndihmë nga Serbia dhe ushqimin, që ata t'u afrojnë këte. Por këte kanë refuzuar edhe të ikurit dhe këte ka plotësuar shoqata Nën Tereze duke ardhur nga Zvicra, sigurisht edhe nga Troja, edhe nga vende tjera ku ishin mërgata, edhe nga Gjermania, Austria, por ajo më e madhja ishte nga Zvicra dhe i kanë sjellur ndihmat dhe më vonë kur ishte dinamike e madhe e vitit 1990, ata kanë arritur aty ku ishin të përndjekurit, në Shqipëri, në Shkup, në Malin e Zi, në Olqin dhe ku do tjetër që është paraqit nevoja. Këtë duhet ta bëj si hymje të veprimtarisë së shoqatës Nën Tereze, të mërgatës tonë, të aktivistëve të dalluar, nga se në secilën kohë, për vitin 90, këta kanë punuar në një rotacion të kryesisë dhe secili ka ndjek njëjtën platformë që edhe ishte themeluar shoqata Nën Tereze. Dhe libri këtë paraqet, këtë rrugtim, këtë unë po e them gjithnjë këtë vullnet, këtë zemërgjerësi të vullnetarëve tanë, nga se mërgata jonë janë familjarët tanë. Ata si që ishin mësuar, si që ju kishin dedikuar familjes tyre, se të punojnë dhe të mbajnë familjen e tyre, të ndërtojnë duke ndërtuar familjen e tyre, e ka ndërtuar dhe pjesën e vendit tonë, aty ku ishin me banim, dhe këta po të njëjtin vullnet e vazhduan më në fund për secilin banor të Kosovës. Dhe këta ndërtuan më vonë edhe një arhiv, ku unë nuk e pata të vështirë që t'i përdori ato materialet e tyre, dhe kjo është ndërtimi i librit. Libri ndërtohet mbi këtë arhiv, mbi këtë aktivitet, mbi faktimin e dokumentacioneve ndërvite. Tash ky faktim në libër, kur ta hapim, i sheh statistikat, i sheh kronologjinë e ndihmave, i sheh kohën e ardhjes së tyre, i shikon edhe me foto, edhe me ilustrime të tjera, ku vërtet pas ka qenë mkat të mos e kthejmë në libër, siç thatë ju, të flet libri. Kjo është gjuha e mërgatës. Dhe ky libër i dedikohet vetëm mërgatës. Këta kanë shkruar librin. Këta e kanë shkruar nga se këta kanë kryer veprën. Dhe unë e kam bë mbledhje, kam bë lidhje, kam bë ndërtim, por libri është i shkruar nga vetë mërgata. Faleminderit. Zoti Zalli, sa herë që Kosova ka qenë ngushtë me vetën e saj kur është në pyetje mirëqenia qytetarëve të saj, e vetmja adresë ka qenë mërgata. Aty ka qenë shpresa vetme për secilin prej nesh. Duke punuar atje, duke parë nga afër se si jetohet, si punohet, na fol pak për organizimin e shoqatës atje që nga fillet e para, në mënyrë që vështirësitë me siguri kanë qenë të mëdha në fillim kur është mbledhur edhe është menduar një mision shumë i rëndësishëm, sepse të mbash emrin e nënës Terezë është dashur të mendohet se si do të veprohet. Po, shoqata humanitare bamirëse Nëna Terezë në Zvicër është formuar në vitin 1990, me njëherë pas formimit të shoqatës Nëna Terezë në Kosovë. Janë hapur degët e para në shumë kantone të Zvicrës, do të thotë në qytetet të ndryshme, sikur në Lucern, në Bern, në Thun, edhe kështu me radhë. Dhe kanë vazhduar aktivitetin humanitar deri në vitin 1994. Në vitin 1994 është vendosur që qendra në Lucern të jetë si qendër koordinative,
do të thotë të koordinon të gjitha degët tjera, të koordinon gjitha degët tjera në kuadër të saj. Kjo ka vazhdu, do të thotë deri sa janë mbyllë të gjitha degët dhe pas luftës e shoqata ka vazhdu aktivitetin si autonome e pamvarur, do të thotë, po në bashkëpunim e të mirë me shoqatën si motër këtu në Prishtinë që është në Kosovë. Tani ne ende vazhdojmë të ekzistojmë si shoqatë humanitare dhe punojmë në kuadër të parimeve të punës edhe të statutit dhe të punës që e ka kryer veprimtari Nana Terezë. Sa ju përgjigjen kësaj thirrje advetarët në Zvicër, sa ishin të gatshëm që të ndajnë një pjesë nga puna e tyre, nga përkushtimi i tyre për ta dedikuar për Kosovën? Po shikoni, advetarët ishin shumë entuziast, sepse shumica e tyre nuk kanë mund, më kanë prezent këtu dhe me ndihmu dhe e kanë shfrytzuar dhe e kanë pasi mundësi të mirë shoqatën Nana Terezë për me dhënë kontributin e tyre. Do thotë ne kemi shumë veprimtarë, do thotë që përveç mjeteve monetare, antarësisë edhe këtu, kanë bën transportin e grumbullimin edhe transportin e mjeteve materiale për me i dërgu në Kosovë, kanë hasë në vështirësitë shumë të vështirësitë ndryshme se i kanë ndalu, shumicën edhe i kanë burgosë edhe i kanë maltretu, mirë po prapë vullneti u kanë shumë i madh për me mbrojtë popullin që ishte në pozitë shumë të vështirë në atë kohë dhe ishte, si me thonë, një mobilizim e përgjithshëm i advetarëve, do të thotë, edhe i veprimtarëve, edhe i gjithë i popullit shqiptar në përgjithësi. Këtu s'kisha me nda edhe popullin zvicran, të cilët edhe ata kanë ndihmu shumë, do të thotë, edhe familje, do të thotë, institucionet zvicrane, edhe institucionet e tjera ndërkombëtare, sepse transportin... Në një përgjigjen edhe ata kësaj kauze? Edhe ata ju kanë përgjigj, sepse do të thotë gjendja që ishte në vendin në vendin tonë, do të thotë, ka prek edhe ndjenjat e tyre, ka prek edhe shpirtin e tyre, dhe nuk kanë nejt indiferent, po ka shumë familje, ka shumë institucione, vetë shteti zvicran e ka leju, do të thotë, këtë veprimtari humanitare, edhe shoqata me emrin, emblemin e Nënës Tereze, ishte i vetmi institucion i cili ka mujt, do të thotë, me depërtu edhe të përndima të shteti zvicran, po edhe të ndërkombëtarët. Dhe gjitha transportet, do të thotë, që janë bërë në emblemin e Nënës Tereze, janë bërë me lejen, do të thotë, edhe me ndimin e Organizatës Kombëve Bashkuara së Përndryshi, nuk është e pamundur. Angel, nëse shëtit në faqet e librit, që shoqata në fjalë ju ka përgjigjur shumë kauzave, duke filluar nga ndihmat minatorëve, ndihmat institucioneve shëndetësore me aparatura të ndryshme, shtetësisë së Kosovës, pastaj kauzës për rimëkëmbje, domethënë është i strukturuar në periudha të ndryshme përgjatë këtyre 3 dekadave. A konsideroni se ishte një punë e vështirë, kujt i jepet hapësirë më shumë ose thjesht të seleksionohet mirë kjo periudhë? Unë i përkas asaj kohës, ku ka funksionue jeta në institucionet që kishim krijuar ne popullata këtu në Kosovë, dhe të gjitha subjektet politike u lehtësuan se është shoqata Nana Tereze dhe merret me këto. Që do thotë ajo plotësonte atë nevojën e subjekteve partijake që t'jenë afër popullatës, se popullata i duhet ndihmuar edhe për të ushqyer edhe në shëndetësi, dhe ne që jemi me herët i mbajmë mend ambulanta që ishin hapur kudo në Kosovë, të cilët bënin shërbime falas, dhe mjekët e motrat punonin falas, dhe ato mjetet medicinale, barnat dhe nevojat e tjera, ato vinin natyrisht nga Mërgata. Dhe unë pash, si që the, duke shetitur në për libër, e unë duke shfrytzuar dokumentet, pash se në çdo kohë kanë ardhur edhe aparatura, edhe medikamente,
edhe pjesë tjera të shëndetësisë, si thash edhe të ushqimit, dhe ato jenë shpërndarë në për këtu ambulanta që ju kanë fru drejt për drejt. Kanë ardhur për spitale, por në spitalet ishtë në dorën e regjimit të Serbisë, por në disën në Gjakon atë kohë bëheshin shërbime pak më tepër, më shumë se në spitalet tjera të Kosovës, bili disë dhe lindjet bëheshin në Gjakon dhe nga të gjitha qytetet e tjera, dhe ky spital nuk furnizoi nga shteti që e mbante nga Serbia dhe prap shoqata Nën Tereze ndihmonte edhe aty se e dinte se ndihma po shkonte popullata. Tash, ai seleksionimi, koordinimi apo mënyra organizative që duhej bërë, sikur ja morën dorën, struktura që u formu në shoqatën Nën Tereze, se kishte hierarki udhëheqëse, kishte strukturë distribuese dhe siç i ndërtuan ambulantat, ndërtuan në mënyra tjera, i krijuan mënyra tjera të shpërndarjes së ndihmave dhe u bë një shtet në dorë të shqiptarëve me subjektet politike, me subjektet humanitare dhe me arsim. Bili me që përmend arsimin, kjo shoqata Nën Tereze kujdesej edhe për arsimtarët, për familjet arsimtare që rrezikoshin apo u kanosej shëndeti ndonjërit punonjës shëndetësor dhe merrte shoqata Nën Tereze përsipër edhe t'i ushqente edhe në mënyra tjera organizative. Dhe këtë është shumë mirë ta cekim, kjo është e përmendur në libër, me që libri nuk mund të depërtojë të secili lexues, atëherë me anë të këtyre ndërqimeve të këtyre bisedave televizive, duhet të dihet se jeta organizative në atë kohë është bë edhe nga subjektet politike dhe nga humaniteti, dhe këtë humanitet e ka kry shoqata Nën Tereze, këtë e din të gjithë botërisht, kanë mund të veprojë edhe subjektet e tjera ku e din nga ndonjë organizat tjetër, se nuk du të harrojmë Kryqin e Kuq, por më vonë edhe Kryqin e Kuq ndërkombëtar që erdhi, por nga viti 90 deri në çlirim ka vepruar kryekëput shoqata Nën Tereze. Tash e kemi çlirimin dhe më njëherë pas çlirimit, prap shoqata Nën Tereze ndihmon në rindërtim të vendit. E kemi me qindra shtëpi që e ndërtuar me ndihmën e shoqatës Nën Tereze. Por kjo është ajo koha kur kanë ardhur edhe Karitase, subjekte tjera, ndoshta me qindra subjekte, Kfori, kudo, Unimiku, dhe kanë ndihmuar në ndërtimin e vendit, se nevoja ka qenë tepër e madhe. Por prapë gjem shoqatën Nën Tereze. Dhe prapë shoqata që ndodhet në Zvicër e ruan këtë mënyrë të veprimit. Dhe ata vullnetarë që, siç e tha kryetari, organizuan familje për familje që veprojnë në diasporë, në Mërgat, po saqë në Zvicër, e kishin si obligim shpirtëror, nga se nuk ndahej ma familja ime apo ati, por ndahej e tërë popullata. Dhe i kem ato skenat që i kanë marrë mediat ndërkombëtare në Shqipëri, e i kemi ato në Bllacë të Shkupit, e i kemi në Olqen, aq të mërshme për një copë bukë të bie në dorë aty në mërgjimtarve, dhe ato s'kanë pasur nga të vinë, pas nga subjektet humanitare, se politika s'mundet të ndihmonte. Dhe në këto subjekte kryekëput është prapë shoqata Nën Tereze, dhe posaçe kjo shoqata që tham. Dhe janë të njohur hyrjet dhe daljet e atyre kamioneve të mëdhaj me ndihma që kanë dalur nga Zvicra, dhe është dashur të kalojnë nëpër Itali, edhe me kadeti, edhe ka toka, vetëm të mrrin të këta. Këtu doja dilja. Sa, kur flasim për vitet të 90-ta, në një kohë kur Kosova nuk ndodhej mirë financiarisht, por edhe politikisht kishte ndryshime, politika dytore ndryshonte nga dita në ditë. Edhe kjo në një farforme e rrezikonte ndoshta edhe destinacionin aty ku do duhej të mbërrinin ndihmat. Sa kishit vështirësi të destinonit këtë transport? Po, vështirësit jenë kanë shumë të mëdha. Sepse kanë mund të rrezikohen edhe ata persona që kanë qenë në krye të kësaj detyre. Vështirësit jenë kanë shumë të mëdha, sepse transportin atëherë nuk e ka lejue, do të thotë, Jugoslavia apo Serbia e atëhershme. Mirë po, unë e ceka dhe pak ma parë, do të thotë, shoqata Nën Tereze e ka pas lejen për organizatës kombëve të bashkume,
do të thotë ka me logon dhe me lejen e Si tij. të qoftë e kanë penguar. Ka pas edhe raste ku transportet janë ndalu, jo vetëm në Ballkan këtu, po kem pas raste edhe në vende tjera ku janë ndalu edhe janë kthy prapë mbrapa, do të thotë kem pas rast ku ata që i kanë bën transportin edhe janë burgose, janë maltretue, do të thotë ka vështirësitë janë kanë shumë të mëdha, po vullneti është kanë shumë i madh për me ndihmu. Çka të kujtohet zoti Zalli nga aksionet e para, kur e pat që vërtet ka nisur të frymoj mirë kjo shoqat, edhe po udhëheqet një mision që do ta donte ose që do duhej ta vazhdonin pas nënës së Res? Do të thotë, unë nuk jam pjesë e strukturave dhe udhëheqjes e viteve të fillimit. Kuptohet, por nga ajo që keni Por parë. nga ajo që kam lexuar dhe që kam, do të thotë, kuptuar në bashkëbisedim edhe me kolegët e mi, vështirësitë do të thotë janë kanë shumë të mëdha për faktin që forma e fillimit do të thotë është kanë shumë i vështirë. Mirë, po mendimin e shtetit zvicran edhe vullnetarëve edhe do të thotë veprimtarëve kanë arritur që ta kryejnë misionin, do të thotë edhe të ndihmojnë vendit në format ashtu sikur kanë mujtë me vepru. Saktësisht fillimet nuk muj saktësisht me i spjegua, do të thotë, sepse është një periudhë ku unë atëherë nuk jam qenë kryetar edhe nuk është një Megjithatë kanë qenë të ndara në ushqime, në veshmbathje, në para për mësimdhënësit. Tani, i përket kësaj, do të thotë shoqata i ka pas edhe depot, i ka pas depot e hapura ku është bë grumbullimi i materialit. Aty ka pas material ushqimor, ka pas veshmbathje, ka pas gjana ndryshme, do të thotë shikoni mjekësore, ka pas edhe materiale, do të thotë të ndryshme, edhe që janë transportuar edhe për popullatën, po edhe për njerëz që ishin në male, do të thotë se në të hierarkinë e drejtave themelore të njeriut, jeta renditet masnalti, do të thotë, e na kena vepru në atë formë për me mbështetje të jetës, për me mbështetje, edhe ka pas edhe gjana tjera, do të thotë që kanë deportu për mbrojtje të popullatës. Por se cilën shoqatë, në këtë rast për shoqatën që po flasim, është shumë e rëndësishme të faktohen edhe shifrat edhe vlerat të ndihmave. Jo për ndonjë arsye, por thjesht për t'i bindur ata të tjerë të cilët janë bërë pjesë e këtyre ndihmave se gjithçka është me emër dhe mbi emër në një farë forme. Kryefjala është ajo që kjo është vlera. Aty pash në libër vlera marramendshme gjatë viteve të cilat janë dërguar, jo vetëm në Kosovë, por edhe në shtete tjera të rajonit. Kjo i bie të kuptoj që gjithçka është e faktuar në libër. Këta kanë vepruar, po flas për shoqatën në Zvicër, mencionim këtu, kanë vepruar faktikisht me struktura udhëhese të shoqatës. Ato struktura kanë ruajtur dokumente. Por ka periudha ku këta nuk kanë mundur të merren me letra, me rujtje, por kanë pas një qëllim të mbledhen ndihmat, të ngarkohen transportet e të nisen të nevojtarët. Kjo jo që krijon ndonjë vakum aq të madh, por me ato që kam mbledh, me ato që kam pa dhe gjatë bisedës kam pa se mungojnë shënime që nuk janë marrta me to, dhe vetëm këtu shka janë mjaftojnë për me dëshmu në atë periudhë, atë kohë, lere ma po t'ishin edhe shumë dokumentime të tjera se siç dëgjova prej tyre gjatë 2 vizitave që bana në shoqat, thënin që as na ka rënë ndërmend që duhet të figuroj diku, por ne deri në mëngjes kem bën ngarkesë dhe kur kem dëgju si kam rrinë në destinacion, ka qenë për ne gëzimi më i madh. Ai ka qenë vullneti i tyre, nga se të gjithë janë vullnetar, nuk kanë paguar. Se ndihmat kanë qenë materiale, ndërsa ndihmat që janë kthyer në monedhë, ata i kanë kthyer më njëherë në blerë të mallit dhe nuk bëhet fjalë ndoshta për ndonjë keq përdorим, nga se edhe mjetet e xhepit tyre i kanë ofruar vetëm të mrrin ndihma. Kjo ishte ajo periudha më e nxehtë, periudha ku ajo dinamika ku mërgata
nuk errej dhe zbardhej të mëndu për Kosovën e tyre. Tash, vetëm disa raporte që shonë e kalojnë shifrën mbi 50 milion euro ndihmë në disa të specifikuara. Dhe leri ma disa të tjera që nuk janë dokumentu, apo me që si që tha kryetari, kanë vepru në për kantone, në për qytete të ndryshme, kanë vepru se cili kantone ka pas kërësin e vetë, dhe ka pas rast ku kantoni s'ka rrit me koordinu, me qendrën koordinuse, por e ka nisë transportin për Kosovë. Dhe ndoshta mungon edhe ajo. Tash mund të dalin mërgjimtar që thonë, ne kemi nisë nga këtë qytet ndihma, do thotë kanë kryu vullnetin e tyre, e kanë krye atë shërbesin e tyre ndaj atë dheut dhe nuk i kanë dërgu dokument qendrës koordinuse dhe kanë mbetur pa hyrë në libër. Ka ndonjë mungesë në libër që s'ka mujtë mu faktu, por siç shoh, ka qenë aq volum i madh i pune, aq volum kanë se tash kryetari mund të argumentojë edhe më mirë, ata më vonë kanë strukturu në metodat pak më të avancuara dokumentimin e tyre, nga se kanë kriju një arhiv, e kanë digitalizuar arhiven, tani punon kanë pas një databazë të antarëve, kanë kriju një databazë të një strukture, tani janë ofruar edhe të rinje që fëmijët atyre që janë shkollu dhe kanë formu një strukturë organizative të arhives ku mund të ka qasje direkt në arhiv edhe elektronik, dhe kjo, si që thel ditën e hyrje, kjo i bën një shërbes historisë tonë, që i duhet ta bëjnë një mbledhje të veprimtarisë humanitare, por edhe të organizimet të tjera, dhe në organizimin e luftës, gati në tërë diasporën, prej Amerikës dhe në secilin shtet. Dhe kryetari tha, kanë dërgu ndimet edhe në Male. Në Male ka qenë rinia jonë, kanë qenë gra, burra, vajzat tona duke mbrojtur vendin, dhe ata është dashur të ushqehen, dhe është dashur të depërtoj disi ndihma dhe të ata, dhe është dashur të kenë edhe mjetë të tjera mbrojtëse që i ka dërgu kjo shoqat. Ata e din, edhe atyre gësën argumenti, do më thonë, jenë kujdes për secilin shqiptar, a është në mbrojtjet vendit, a është duke ikur, a është nevoj për të ushqyer, për të veshmbathje dhe deri në medikamente. Dhe ti e përmende strukturën. Struktura ka qenë edhe atje organizative, por edhe këtu ka pasur shënime, dokumente të pranimit të mira materiale që kanë ardhur. Dhe besoj që historianët do të kujdesen që të shfrytëzojnë të arhiva, që ta formojnë arhive në re, siç po është duke u punuar të formohet arhiva në Kosovë edhe për luftëtarët, edhe për mbrojtësit, për të ikurit, për martirët, për ato shkatrime që në banë në masën e popullat, dhe kjo është shumë e mirë që të ruhen, të formohen, do ta kemi një histori të shkruar në shtylla të trasha dhe të detalizuar nga këto biografi, sa unë e kom thonë kjo është një monografi, por kthyer ndryshe është një biografi kolektive për ata që kanë vepruar në Mërgat, dhe është mirë ta nderojmë, ta respektojmë Mërgatën dhe t'u harujmë të dokumente, t'u kujtojmë rinis dhe t'i kemi në shërbim edhe në bibliotekat tona, t'i kemi edhe në biblioteka familjare, t'i kemi edhe në përmediume, dhe t'i kemi kudo që t'i shfrytëzojmë kur do ta përsëritim nga njerë se du të kemi rikujtis. Kujtesa formohet prej të kaluarës, por atë duhet ta shfaqim nga njerë dhe ta rikujtojmë që këtë Mërgat, Mërgat e familja jonë, dhe kjo Mërgat ende kujdesit për ne, ende shtetis s'mund të kujdesit për secilin, po mos të ishin këta. Këta plotësojnë dhe jenë prap shtylla shtetit ku funksionon. Faleminderit. Zoti Zalli, a do të thotë se gjithë kjo ndihmë është bërë në emër të Shën Terezës, në emër të misionit të saj, e pastaj ajo është shpërndarë dhe është degëzuar në për destinacione të caktuara? Saktë, gjithë kjo ndihmë është bërë në emër të bamirësisë, është shfrytzuar emri i Shën Terezës, dhe situata do të thotë që ka ekzistuar në vendin tonë, është kone e detyrueshme, do të thotë që është dashur me vepru, sidomos do të thotë zonat ku ishin populli i ikun, emrin e kena shfrytzuar, do të thotë të Shën Terezës.
E kur jemi pikrisht të Shën Tereza, ne kemi edhe një material të shkëputur, i cili na tregon më konkretisht, ne e njohim të gjithë veprimtarinë humane të saj, por është mirë ta ripërsërisim edhe një herë. Ndjekim materialin dhe rikthehemi me pjesën e mbetur të bisedës. Agnes Gongje Bojaxhiu, e njohur si Shën Nën Tereza, lindi në Shkup me 26 gusht të vitit 1910 nga prindërit shqiptar Kole Drane Bojaxhiu, me prejardhjen nga Prizreni dhe Novosela Gjakovës. Në moshën 12 vjeçare ajo ndjeu thirrjen e Perëndis. Ajo e dinte se duhej të ishte një misionare për të përhapur dashurinë e Krishtit. Në moshën 18 vjeçare ajo la shtëpinë e saj prindërore në Shkup dhe ju bashkua motrave të Loretos, një komunitet irlandez murgeshash me misione në Indi. Pas një trajnimi disa mujor në Dublin, ajo u dërgua në Indi, ku me 24 maj të vitit 1931 ajo bëri betimet e saja fillestare si murgesh. Shën Tereza ishte shembulli jashtëzakonshëm i misionit të bamirësisë, thoti peshkvi Don Lush Gjergji. Jeta dhe vepra e nënës Tereze ishte dashur të mishrohet, të themi se është shqiptare, të themi se e nderojmë, të themi se e duam, të themi se i kemi kushtuar sheshe, rrugë, spitale, shkolla, krejt ato. Këto janë krejt anësore, sipërfaqësore, të jashtme. Në mendjen dhe zemrën e nënës Tereze duhet të depërtojmë. Figurën e saj duhet ta zbërthejmë, e sidomos nënën ta imitojmë. Shën Tereza gjithë jetën ja kushtoi të varfërve dhe njerëzve në nevojë, prandaj edhe kujtimi për të duhet të jetë i vazhdueshëm. Nuk mund të gjej një përgjigje të arsyeshme, të logjikshme, të pranueshme, të kapshme të këtij indiferentizmi edhe ndaj nënës Tereze, edhe ndaj shumë çka tjetër që është historia dhe e kaluara e jonë. Ndërsa Don Martin Jetishi thot se Shën Tereza na ka mësuar si të kujdesemi për të tjerët. Nën Tereza është një figurë që nifet për dy gjana që është dashuria dhe paqja. Është një bijë shqiptare, është një vajzë shqiptare, e cila i tregon varë botës çfarë rëndësie ka të kujdesesh për tjetrin. Ta kesh në zemër dhe ta kesh në vëmendje atë që të tjerët e kashin harru, të thot njeriu në varfër. Ajo padyshim është një figurë që na përfaqëson në mbar botën dhe veprat e saj janë të pavdekshme, thot studiuesi nga Italia. Është një figurë e cila na përfaqëson në mbar botën, kudo që të shkosh në mbar botën, të flasësh për Nën Tereze, gjithë e dinë që është një vajzë shqiptare dhe duhet me pas parasysh që e gjithmonë e ka pas popullin tonë në zemër dhe në mendje. Kujtohet thanja që flitet që Bill Clintoni, i cili pasi që e ndihmoi popullin tonë në Kosovë, kishte shku te varri Nën Tereze dhe kishte thënë ti e ke ndihmuar mbar botën, unë e ndihmova popullin tënd. Dhe Nën Tereza gjithmonë e ka pas në zemër dhe në mendje popullin tonë shqiptar, e ka ndihmuar në forma të ndryshme, sepse vetë prania e saj për institucionet dhe për vendet më madhështore, me njëherë ka rëndezë korreshtin me ditë për nga vjen kjo. Një ndër datat më të rëndësishme që nderon madhështinë e Shën Terezës së Kalkutës, e cila ja kushtoi jetën për kujdesjes ndaj të varfërve, është 4 shtatori i vitit 2014. Dita e shenjtërimit të saj, e cila një ditë më pas njihet si ditë zyrtare. Ndërsa Papa Francesku ka pranuar një mrekulli të dytë që i atribohet asaj, shërimin e një mashkulli brazilian me tumor në kokë në vitin 2008. Kujtojmë se Shën Tereza u pre në Shën Thomas Kalkut dhe ju dha funeral shtetëror nga qeveria indiane në shenjë falënderimi për shërbimin e saj për të varfërit e të gjitha feve në Indi.
Vdekja e saj u vajtua në komunitete laike dhe fetare. Pas këtij materiali kaq të bukur, i cili na tregoi më konkretisht se si ka rrjedhur ecuria e humanizmit të Shën Terezës, rikthehemi për të vazhduar bisedën me të ftuarit tanë. Lufta mes luftës dhe paqes, dy gjëra shumë të rëndësishme. Në këtë rast, ma kujton librin Lufta dhe Paqja, që kemi begi një lidhje interesante në atë titull. Shumë e hershme. Po, shumë e hershme. Këtu ka diçka të ngjashme me atë, sepse edhe aty jo të gjithë e meritojnë luftën dhe jo të gjithë duhen të jenë pjesë të paqes. Me që u përmend humanizmin në Terezës, Shën Terezës sot, dhe unë them se ajo e krijoi dhe këta diasporë kudo dhe ne këtu në Kosovë, ajo sikur na mësoi, e krijoi një shkollë. Por unë e them në fillim të librit se shqiptarët kanë qenë humanist edhe më herët edhe në mesjet dhe kemi individ që nga mesjeta që kanë dhënë shembuj të se humanizmi është njerëzi, është dashuria njeriut ndaj njeriut. Dhe ne shqiptarët në mesjet kemi dhënë shembulltyra të tilla nëpër citata të ndryshme. Por Nën Tereza e formoi, po e quajë një platformë më të re, se nuk na dha vetëm ne shembulltyrë, po i dha njerëzimit prap. Se shkoj me vepru aty në Indinë të braktisur. Dhe ajo ka mundur të veproj në Vatikan, në Rom, në diku tjetër, por ka shku dhe për këtë është ajo egzaltimi shpirtëror i saj ngritet në shejtëri, se vepron ku s'ka të bëj vetëm ideologjia fetare, por ka të bëj braktisja, varfëria, nevoja madhe. Që të mos ta komentojë Nën Terezën, të ne shqiptarët e formojnë një shkollë dhe na dha shembulltyrën se si t'i qasem dhe statat që na u kriju u bëm humanitarë që të gjithë. Dhe nuk u bëm ne humanitar vetëm nga detyrimi, por kishte një sens humanizmi në organizmin tonë. Dhe ajo doli nga ne dhe u shfaq. Erdhi natyrshëm dhe u shfaq. Mes luftës dhe paqes është titull që ishte i menduar gjatë, e i bashkëbiseduar edhe me këta, dhe ky titull nisem se shoqata Nën Terezë u formu në vitin 90, kur për ne ishte luftë, që nga 90-a ishte luftë. Dhe dolem nga lufta dhe dolem në paqë. Dhe pikrisht i dedikohet veprimtarisë Mërgatës në Zvicër dhe kudo tjetër, se nuk i ndaj Mërgatën, me që konkretizohet për në Zvicër, i dedikohet themelimit të saj kur na u nis lufta dhe kalum në paqë dhe prap në paqë ajo po vepran. Dhe një periudhë e gjatë, e dendur dhe shumë kërcënuese dhe me alarmante, dhe kjo veproi në të dy periudhat dhe dolem në paqë dhe prap po vepran. Më thënë, lindi në një kohë kur ishte më së nevojshme ndihma. U zhvillua natyrshëm duke ndihmuar, shtetësia Kosovës erdhi, paqja dhe prap mirëqenia e qytetarëve të saj nuk është në nivelin e kënaqshëm. Fatmirësisht diaspora qëndrojnë mirë sa i përket mirëqenies së tyre. Më intereson të di, hajde se ju gjenerata e luftës ta quajmë kështu, e dini në themel, sepse mund ta keni përjetuar në lëkurën e juaj edhe ju varfërin dikur kur keni qenë në Kosovë, po gjeneratat, fëmijët ju të rritur edhe të lindur atje, e kanë ndjesinë e ndihmës për Kosovën? Janë pjesë edhe të antarësuar brenda shoqatës? Po, kemi edhe antar të ri, po kjo lidhja emocionale, do të thotë lidhja me vendlindjen, nuk është aq e fortë sikur e kemi ne. Mirë, por ka të ri edhe të reja, do të thotë që përmes prindve tyre edhe përmes vizitave të shpesha që vinë këto, do të thotë e kanë rujt atë lidhjen, edhe e kanë vullnetin, edhe për më artu, po edhe për me ndihmu. Na kena edhe antarë të ri, po në përgjithësi nëse bëjmë një analizë të rive, do të thotë gradualisht shkon spari ka integrimi edhe fatkesisht nga asimilimi, sepse
lidhjet do të thotë emocionale mungojnë edhe do të thotë, si thuhet ajo fjala, ditët e mira të bojnë, mi harru ditë të vështira. E këta fëmija e jonë nuk i kanë përjetue, nuk i kanë përju ditët e vështira, edhe do të thotë mësimi është në gjuhën e huaj, në gjuhën gjermane, mungon historia, mungon gjuha, mungon aja dashnia për do të thotë që i kemna për shkrimtarë edhe jena gradualisht pas do të thotë pas është një rrezik për ta them ashtu asimilim total, nuk mund të krahasohemi kurrë me arbëreshtë e Italisë, cilët e kanë ruajt për mbi 500 vjet, do të thotë gjuhën, kulturën edhe traditën, e te na duhet diçka shteti me ba, do të thotë me ba pak edhe jetën këto kur të vinë ata më atraktive, do të më kanë edhe emisionet kulturore, do të thotë përmes mediave, për me mbajt gjallë ata, edhe për më smi u vdekaja e ndjenja, do të thotë karakteri, kur humb atëre humb edhe kumbi edhe humb gjitha. Por shpresa është edhe na shpresojmë që të punojmë këtë drejtim edhe shteti, edhe familja, edhe gjithë ne. Faleminderit. Angel, derisa shëtisje edhe përpunoje dokumentacionin, është dashur të përzgjedhësh krejt, u bërë ndonjëherë xheloz, sa entuziast, sa humanist pas ka atje në diasporë? Dëgja, ne që kemi jetu këtu, i kemi përjetu drejt për drejt dhe mendoja që kjo ka përfundu me ne. Por pashtë se përjetimi pas ka qenë, këta ngulin kam më thonë 2 fish, nga se nga largë e përjetën më rëndë, por pashtë se gjitha këto materiale, unë e mendoj që të ne ka materiale që mungojnë nga kalura, ndoshta si kemi rujtur, aqë sa i kanë rujtur këta, e kanë pas komoditetin e rujtjes nga se nuk ishin të kërcënuar aqë sa ne, por kryetari e përmendi këto gjeneratat nga e kaluara, ne tash po e qymë gjeneratat tret, këta ndin frikën nga se e duen atë dhenë, ndoshta ma shumë se ne, aqë sa ne, dhe e ndjejnë frikën për të nesërmen, për gjeneratat të tyre kur t'i kryejnë fëmijët e tyre. Unë, po në shoqat, pash vajza të reja dhe djemë të ri, dhe pikrisht është vajza kryetari që ka punu në arhiv, me që është shkolluar dhe je mirë këtë punë, dhe ka punu me muaj, me vitet e tëra që këta ta kanë të ruitur edhe digital, edhe të rregulluar mirë, dhe u kënaqa shumë, por me që kryetari bani edhe një thirrje, që të kemi ma shumë kujdes në ato gjenerata që ata të rrinë humanitetin, unë mendoj që edhe gjenerata që po vije pas këtyne e ka të mbjellur prej familjes tyre. E ka të mbjellur edhe nga se ata ka shumë prej tyre që ndërtojnë edhe shtëpia këto, që ta kenë diku një strej. Ka shumë prej tyre që në aksionet të ndryshme të ndonjë smur marrin pjesë me donacione, sa të simbolike qoftë. Ka shumë prej tyre që nëse dikush nga ne shtrehet në spital, ata brengosen. Rëndësishmë është që të mos shkëputet ai zinxhiri i ndihmës. Kjo pyetja ju ishte shumë e vend, nga se të mos ndalet humaniteti. Rëndësishmë është se shoqata po funksionon, nuk është mbyll. Këta funksionojnë dhe kryetari mund ta shpëlos edhe në vende të ndryshme ku do krijohet kriza. Në libër kom prezentue ndihmën e tyre pas luftës që janë shtrejnë në Siri, në Irak, në Ugandë, pastaj në Indi vazhdojnë të ndjekin rrugën e Nënës Tereze dhe pastaj në Ukrainë në kohën e fundit dhe kudo. Kryetari tha për popullin francez se kanë ndihmu, po ata është një befasi e ndihma tyre, nuk po ja u mohoj humanizmin e tyre, por kontakti tyre i mërgatës tonë me Zvicran i kanë ngacmu dhe kanë ndikute ata që ata solidarizohen me kolegët e tyre që kanë punu dhe ata solidarizohen edhe me rininë e tyre që tani rinia punojnë në pozitat ndryshme të shtetit tyre dhe shoq që ata nuk e mohojnë për ardhen e tyre dhe në çdo krizë solidarizohen me fëmijët e këtyre mërgatës tonë që të ndihmojnë. Dhe nuk ka të ndalur humanizmi të ne. Tani të mos i mbes borxh organizata të tjera humanitare që veprojnë në Kosovë, tani kemi plot, kemi të ndryshme që vinë
s'po i definoj, vinë gjithka. Vinë nga individ, formohen, ndihmojnë. Po vinë me projekte të caktuara për një kohë të caktuar. Vinë me projekte të caktuara. Dhe pse po e debatojmë ka shumë shoqata ndërkombëtare? Po i bën 32 vite kur pa u ndal. Po i bën 32 vite ndjek njëjtin rrugtim, njëjtin mision. Dhe arrin të i varfri, arrin të nevojtari, arrin edhe ndërkombëtarisht. Dhe në një kohë kur s'ishte asnjë organizat, këta ishin. Dhe në një kohë të luftës, kur s'mundin tjerë të depërtojnë, kryetari po thot me emblemin e organizatës Kombë Bashkuar me OKB-n, por kanë qenë shqiptarët tanë, të cilët e kanë shfrytzuar lejen e mërgatës, e kanë shfrytzuar fotografinë në Stareze që të provojnë me kalu kufejt, po ata kanë qenë duke i përcjell ndihmat. Ata i kanë mbledh, ata i kanë përcjell, ata kanë rrit direkt nga ta. Dhe janë shfrytzuar këto emblema dhe këto leje të ndryshme. Dhe unë e shoh të mbjellur humanizmin të tantë. Të mos e flasim luftën, ai humanizmi ishte që solidarizum të gjithë dhe nuk u bëm lojal ndaj regjimeve. E paguam me kosto të lartë nënat, mos e harrojmë kur femën shqiptare, veprën edhe në Mërgat, ku e njëjta nga humanizmi, dashuria saj edhe për fëmijën, për familjen, për tokën e saj dhe e plotësuan atë ikjen e popullatës, ka mbetur një nanë dhe ka formuar edhe atë dashuria ndaj familjes. Po. Zoti Zalli, na fol pak edhe për shtrirjen në rajon, në Shqipëri, në Maqedoni, në Maltëzi, në vendet e shteteve të ndryshme, kudo në botë ku keni vazhduar misionin e nënës Terezë. Sa është vështirë t'i ndash specifikat që ky vend ka nevojë për këtë lloj ndihme, ky vend ka nevojë për këtë lloj ndihme. Po, dëgjoj, na e kena formuar një fjalë, ai që pret t'i ndihmosh ka shumë kërkesa, edhe asnjëherë nuk përmbushen, ka pikërisht. Pikërisht. Është vërtet. Ne kem kriju në kuadër të shoqatës komisionin për verifikimin e të kërkesave. Dhe gjitha kërkesa që vinë, kalojnë përmes sekretarisë, shkojnë në komisionin për verifikim. Nga se vinë shumë. Po vinë shumë, po. Gjitha kërkesat. Dhe komisioni i dërgon përsëri te na në kryesi dhe na i përzgjedhim ato të cilat janë ato nevoja që ju i ceket. Tash na nuk e dalim prej parimeve të punës, në Terezë, se kërkesat janë të ndryshme. Edhe ne i marrim ato që i konsiderojmë që duhet, për shembull, varfëni të skajshme ose ka ndaj smundje shumë e rëndë, do të thotë, edhe analizojmë sa a ka mundësi, për shembull, a ka tafërm apo çfarë ka gjendjen e këto. Edhe në kuadër të kësaj edhe e zhvillojmë aktivitetin. Sa i përket botës, do të thotë, Indisë dhe vendeve tjera, Sri Lankës, Irakut, e kështu me radhë, i kemë edhe struktura që janë kanë përpara të ndërtume dhe na përmes atinëve veprojmë, do të thotë edhe ata identifikojnë gjendjen. Do të thënë, jeni mundu me e ruajt atë ritmin e punës që kushdo që ka nevojë t'i ndihmohet, e jo t'ju braktis nga njëherë për vete ajo entuziazmi i Kosovës. Jo, e keni të drejtë, do të thotë na në kuadër të buxhetit që kena mundësinë buxhetore, e dojmë gjithmonë për vitin tjetër, edhe e dedikojmë edhe për vende tjera, jo vetëm për Kosovë. Do të thotë fatkeqësisht sot në Kosovë ka prap nevojë, varfënia është prezente, do të thotë, kur dele shenjës dhe kërkesat janë shumë të mëdha. Po e kem në atë formë buxhetin dam, një pjesë për Kosovë, po edhe për vende tjera të botës. Do thotë ashtu në bazë të parimeve sikur kanë vepruar përpara, do thotë. Angel, secili libër e ka atë kulminacionin e tij, është diçka që mbetet në mbamendje më shumë. Cila është veçantia ku mendon që ai lexuesi i cili do ta gjejë veten brenda këtyre faqeve, kjo qenë ka më mira që e ka bërë shoqata Nën Tereza. Sa vështirë me nda, cila është e mirë, cila më pak e mirë. Unë merra më shumë me krijime, por jam detyruar pas luftës të merrem me disa monografi.
Monografia është prej gjinimeve të shkrimit më të vështira që mund Pikërisht. ta bëj dikush, nga se me qenë se ka opus të gjanë të një veprimtari apo disa veprimtarive, si që është kjo ngjarje e përgjithshme, atëre sikur i mbetesh diku i bërgj, sikur ke e shtuar të dikush më shumë, provova me rujt këtë balancë. Në këtë balancë kam provuar të bartë nga secili vit, prej 90-s deri në të fundit që po mbyllet, dhe të prezantoj në ashtu në shtyllë të fortë, madhe, apo të përgjithshme ngjarje. Tash, koha luftës e veçon në tërësi librin, duke ditur nga këtu se sa kishte qenë nevoja madhe. Pastaj, janë bartur edhe disa ngjarje nga këtu nga mbrana e luftës, që këta i kanë rujtur atje, dhe ai vullneti i madh në periudhën e luftës për të mbledh ndihma. Secili antar i familjes dhe ku, si që thash, nuk kishin as ku t'i deponojnë, është koha që i kalon të gjitha kona tjera. Tash, u përmend vazhdimi i ndihmës. Shoh pas lufte, se me qenë se një periudhë të gjatë ishte e penguar shëndetësia, ishin grumbulluar shumë të smur, me smundje të ndryshme që kanë mujtur të depërtojnë nga Kosova jashtë, dhe tash ndërmjetësimi i shoqatës Nënës Tereze, bili këtu në bashkëpunim me shoqatën e Tereze në Gjermani dhe me Zvicër, kanë dërguar disa të smur me smundje të zemrës, pikërisht fëmijë në Luzan të Zvicrës, për t'i shëru, dhe ajo kënaqësia e secilës nën ta shikoj djalin të operuar, kanë bërë operime dhe në Zvicër ka kosta të lartë të operimit, dhe pash se sa të smur pas ke ngrumbulluar ne për 10 vite, dhe ata disa dhe kanë vdekur, kanë rujtur smundjen e trupin e vet, dhe pastaj ju dha mundësia, e liria ishte ajo kryesorja që krijoi këtë mundësi. Leardhja lirisë i krijoi gjitha mundësinë, edhe të shërimit, të ndërtimit, bashkëpunimit. Por kujdesi Nënës Tereze që të mos ndalet në vitin 1999, por të vazhdoj, siç e thash, në ndërtim, në shërime, pas në pajisje tjera që kanë ardhur nëpër spitale dhe i kanë spitalit tu, dhe kjo ka rujtur që këta nuk u ndalen me kaq. Tash, edhe vitet 90-ta e kanë atë dëshirën e madhe të formohen këta, të organizohen, nga se të gjithë ishin punëtor krahu, ishin punëtor dhe kujdesishin për familjet e tyre për të formojnë shoqat në diasporë dhe të ndajnë prej kapacitetit tyre buxhetor, edhe që derisa shkon në shoqat të ndajnë buxhetin për të gjithë popullin. Domethënë, aty sa vështirë ta ndajsh ditën në ditë, frymëzimin në frymëzim. Dhe kjo në secilin flet unë ruaj përshtypjet tyne. Domethënë, secila flet diçka të veçantë dhe ka veçantinë e saj. Promovimi është bërë në Zvicër apo? Jo. Jo ende? Po, ja. A do të bëhet në mënyrë që të shihet cili është këndvështrimi edhe i anës mediale për këtë kontribut kaq të madh të popullit shqiptar, të mërgatës në Zvicër? Po, na për fillim kemi përgjedh Kosovën, sepse këtu është Zanafilla, këtu është fillimi, ideja ka ardhur për themelim prej këtuhit. Mendojmë që mandej librin ta përkthejmë gjuhën gjermane, pasi që ta përkthejmë në gjuhën gjermane, atëherë në bashkëpunim edhe në bashkëbisedim me kryesinë e shoqatës do të përcaktohemi për datën dhe për vendin, a me siguri do të jetë promovimi edhe në Zvicër. Diçka për fund, ti qysh në fillim në një farforme u përpoqë të kërkosh falje nëse nuk janë përfshirë ose nëse dikush nuk do ta gjejë veten aty. Cili mendoni se do të jetë mendimi i të gjithë atyre që kanë kontribuar për këtë libër? Se gjithmonë është lexuesi ai i cili e vendos vulën në secilit punim. Mërgatat të cilët janë përfaqësuar në libër janë shumë modest, ani pse secili ka dëshirë të shënohet veprimtaria dikon, të s'mund ta mohojë askush, apo të mos i humbet të paktën. Jo që të ngris bajrak mbi vetveten e tij. E kam lexuar modestinë e tyre, por e kam lexuar dhe dëshirën e tyre që të jenë përfshim që të gjithë. Me këtë,
për ta hekur atë frikën, apo për mos mbetur bardhë, kjo është nishi dhe do të vazhdohet dyshi. Në vazhdimsi do të plotësohen edhe ato mangësi tjera dhe do të plotësohen edhe veprimtari tjera të tyre nga se janë duke vepruar zakonisht. Dhe për lexuesin është që të jemi mirënjohës ndaj Margatës. Këtë e nguli kam në secilin fjalë timen. Të jemi gjithmonë mirënjohës. Dhe mirënjohës jemi kur mas pari e pranojmë shërbesin e tyre, kur është shënuar në libër, po mos ishën shënuar në libër, lexuesi i ri do dinte që është vepruar kaq me të madhe nga Margata, që të jemi mirënjohës. Pastaj ta ruajmë kudo në arhivet tona, në bibliotekat tona, që të shfletohet edhe një ditë tjetër. Dhe gjithmonë të jemi mirënjohës ndaj Margatës. Faleminderit. Zoti Zalli, për fund, 32 vite punë të shoqatës, përmbyllni këtë vit kalendarik, një punë voluminoze, një punë në shërbim të komunitetit, në ndihmë të atyre që kanë nevojë. Këta 2 muaj të mbetur të këtij viti, keni ndonjë aktivitet që do ta shënojë përmbylljen e këtij viti kalendarik? Tani për fund vitit, me siguri nuk kemi një datë do të thotë që caktuar për diçka të veçantë, por kur të kthehem atje të gjithë do ta bëjmë një analizë se kishim një punë shumë e ngjeshur, do të thotë, na ka marrë shumë kohë dhe shumë aktivitet për realizimin e kësaj monografie. Gjithsesi do të shfrytëzojmë rastin mi falenderu gjithë ata që kanë kontribuar, do të thotë, edhe kryesin, po edhe autorin e librit, edhe gjithë të tjerët, kurse për fund kisha dashur mi falenderu gjithë, sidomos veprimtarët e viteve të 90-ta, sepse ata kanë dhënë një kontribut veçantë për faktin që vendi ynë atëherë ishte një situatë shumë të vështirë. Faleminderit. Angel, edhe diçka, derisa unë po shfletoja librin, u rrit ajo ndjesia sa mirë qenë ka me dhuru. Jo pse është rëndësishme me tu përmende emri, por në një farforme e shë që ke dhënë, ki bo diçka të mirë për vetën tënde dhe të tjerëve. A ka qenë edhe kjo ndoshta një element i joti që me ndiku tek njerëzit edhe në këtë formë? Ne jemi rritur gjithmonë me edukimin familjar, me edukimin që kem pa në rrethën e ambientit ku jem rrit. Populli shqiptar ka një thonje, të mos e di dora djathtë çka ka dhënë e majta. Domethënë ta japish për shpirtin tënd, ta di Zoti dhe ta di shpirti atij që ja ke dhuruar. Por sidoqoftë, secilin familjen tonë apo në rrethën tonë kemi pa humanizëm. Mbase nga varfëria që kishim dhe jem solidarizu gjatë jetës me njëri tjetrin, por sidoqoftë kem nxjerrë diçka nga vetvetja. Edhe unë në libër nxora nga vetvetja edhe diçka nga kremtaria, frymëzimet e mia që kisha, dhe nxora diçka atë pasionin tim për ta madhëru veprën atyre që e kishin bë, apo për ta ndriçuar që të shihet sa më shumë. Domethënë, ti e din nga secila kremtari autori nxjerr apo diçka nga vetvetja. Faleminderit shumë që ndat kohën dhe u bët pjesë e emisionit ton. Uroj mbarësi, shëndet dhe sa më shumë aktivitete të shoqatës dhe të njerëzve të cilët natyrshëm ndër vite kanë dhënë gjën më të shtrenjtë të tyre për t'i ndihmuar të tjerët. Angel, juve suksese. Faleminderit. Asgjë tjetër, post ju lus të gjithë dhe që të shfletoni faqet e këtij libri kaq interesant, një monografi të jetë përmbajtësore dhe strukturuar mirë në secilën faqe, të ndihmosh dhe të japësh nga vetja jote për të tjerët, konsideroj se është një përmbyllje ditës shumë më mirë se çdo ditë tjetër. Mirëmbëjtje.